Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se takohemi në lajmet orës 15:55 në televizionin Shenja. Para disa ditësh, kryeministri Kristian Mickovski bëri buj me deklaratën për mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Koalicioni shqiptar në pushtet vlen këmbgultese nuk ka nevojë për një hap të tillë, sepse koalicioni ishte i qëndrueshëm, ndërsa opozita shqiptare mori zemër nga deklarata e kryeministrit dhe theksonte nevojën për ndërrimin e qeverisjes. Por sot kryeministri ka mbyllur këtë debat duke ndërruar qendrim. Sipas Mickovskit, kjo qeveri ka legjitimitet të plotë dhe nuk ka nevojë për zgjedhje të parakohshme. Pres që pas këtyre zgjedhjeve lokale të hymë në një cikël të fuqishëm investimesh, prandaj është logjike të mendohet për zgjedhje të parakohshme parlamentare për të siguruar një mandat të ri 4 vjeçar. Nëse e shohim këtë si një vendim politik, do të pajtohesha, por nëse e shohim nga këndvështrimi shtetëror, atëherë mendojmë ndryshe. Kështu deklaroi kryeministri Kristian Mickovski më 8 tetor, kur u pyet për zgjedhje të parakohshme parlamentare pas insistimit të vazhdueshëm të opozitës shqiptare për zgjedhje të parakohshme parlamentare. Por Mickovski sot kishte reteruar nga qëndrimi i tij, deklaroi se qeveria ka legjitimitet të plotë dhe se vendi nuk ka nevojë për zgjedhje të parakohshme parlamentare. Tha se vëmëros i shkojnë për shtati zgjedhje të parakohshme, por një vendim i tillë sipas kryeministrit nuk është në të mirë të shtetit. Ova vlada ima pun legitimitet. Kjo qeveri ka legjitimitet të plot, për më shumë se 600.000 qytetarë kanë votuar për këtë qeveri në zgjedhjet parlamentare të vitit të kaluar. Kuptoj se ka parti politike që përveç ndarjeve dhe çështjeve nacionaliste nuk kanë program tjetër e për të mobilizuar strukturat dhe votuesit e tyre për çështjen e vetme që aktualisht e mund të bisedojnë është që në vazhdimsi ta përsërisin termin zgjedhjet të parakohshme parlamentare. Përveç kryeministrit, kundër zgjedhjeve të parakohshme është edhe pjesa tjetër e koalicionit qeverisës, respektivisht koalicioni shqiptar vlen, e me kërkesë të vazhdueshme për realizimin e zgjedhjeve të parakohshme është koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim. Ndonëse kryeministri Mickovski tha se nuk do të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare, nënkryetari i BDI-s Bujar Osmani sot deklaroi se pas zgjedhjeve lokale të 19 tetorit, vendi do të shkojë në zgjedhje të parakohshme parlamentare, të cilat do të rezultojnë me formimin e një qeverie të re dhe një përbërje të re të institucioneve në të gjitha nivelet. Ai theksoi se ndryshimi që do të nisë nga Çairi do të jetë vetëm hapi i parë drejt ndryshimeve me të gjera politike në vend. Osmani tha se fokusi i tij nuk janë burimet shtetërore, por fondet reale të Bashkimit Evropian. Jo, shifni, menjëherë pas zgjedhjeve lokale ka zgjedhje parlamentare. Në qytet të Shkupit, nuk e dia i keni pa anketët. Raporti është pothuajse 8-2, Aleanca Kombëtare për Integrim vis-a-vis Vlenit. 8-2 është raporti në qytetin e Shkupit. Shkojmë zgjedhjet parakohshme. I dini rezultatet e zgjedhjeve parakohshme. Do ketë qeveri të re prej në mars. Do ketë përbërje të re në qytetin e Shkupit. Fushatën Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë e vazhdoi në Strumic. Në tubimin e mbajtur të dielën, kandidati LSDM-s për Strumicën Marian Daskallovski dërgoi porosi për bashkim, këmbgulje dhe zhvillim të qytetit. Ai theksoi nevojën që Strumica të vazhdojë të mbetet qyteti të gjithë qytetarëve, pa ndarje dhe manipulime. Nënvizoi se të gjitha hapat e ndërmarra vitet e fundit janë rezultati përpjekjeve dhe përkushtimit të përbashkët e jo i individëve. Bëri thirrje që më 19 tetor qytetarët të dalin dhe të mbështesin siç shprehet të ardhmen që po krijojnë. Ky qytet nuk ndalet, ky qytet vazhdon me ide me punë, shprehet Daskallovski. Strumica e živa, dishi, raste. Strumica është e gjallë, merr frym, rritet dhe kjo nuk është meritë një njeriu, kjo është meritë të gjithë juve. Secili që ka dhënë, ka besuar që nuk është dorëzuar. Këto janë njerëzit që kanë shkruar këtë histori suksesi. 20 vite ky qytet është zhvilluar, ka ndryshuar, është krijuar. 20 vite e kemi vërtetuar se dim, mundemi dhe nuk dorëzohemi, sepse Strumica nuk meriton pauzë, Strumica meriton ardhmëri.
Më 19 tetor rrethojeni numrin 9 që të vazhdojmë të ndërtojmë Shqipin. Kështu bën thirrje kandidati i VMRO-DS për komunën e Shqipit Ivan Jordanov në tubimin e mbrëmshëm të partisë në Shqip, i cili kërkon besimin e qytetarëve edhe për një mandat 4 vjeçar. Kandidati Jordanov, duke i falenderuar qytetarët për mbështetjen që ja kanë dhënë atij, kërkon që ata të vazhdojnë ta votojnë VMRO-n edhe këtë herë, në mënyrë që, siç thotë, të vazhdojnë ta zhvillojnë komunën me një tempo edhe me të shpejt, me më shumë projekte që Shqipi, siç shprehet, të shndrohet në qytet më modern dhe më të zhvilluar në Maqedoni. Mëtej u shpreh se nuk do t'i numëroj projekte që i ka realizuar 4 vitet e kaluara, por tani premton projekte të tjera. Sonte nuk do t'i numëroj projekte që kemi realizuar 4 vitet e kaluara. Ata që dua të them sonte, thelbi i çdo procesi zgjedhor është që të jemi më të mirë se në të kaluarën, me përvojën tonë që e kemi. Të mundohemi ta përmirësojmë produktivitetin e administratës lokale, të jemi në shërbimin tuaj, të qytetarëve, përmes ndërmarrjeve publike, vetëm kështu mund të arrijmë përmirësim të përditshmërisë tuaj dhe tonën për një Shqip më modern dhe më të bukur. Kandidati për kryetar në komunën e Studeniçanit nga radhët e Aleancës Kombëtare për Integrim e Jupa Bazi sot prezantoi programin e tij zgjedhor për 4 vitet e ardhshme, nga ku ndau vizionin e tij. Ai premton për një komunë që punon për qytetarin, që zhvillohet me drejtësi dhe që i jep dinjitet çdo fshatje, çdo lagjeje. Abazi thotë se misioni i tij është të udhëheqë me përgjegjësi, transparencë dhe përkushtim, duke u kthyer qytetarëve besimin në institucionet komunale, sepse, siç thot ai, pushteti është shërbim, jo privilegj. Sipas tij, ardhmja e Studeniçanit do të mbështetet në rininë energjetike, bujqësinë e përkrahur dhe ekonominë lokale të qëndrueshme, duke shtuar që së bashku do ta ndërtojë një vend ku secili ndihet i respektuar dhe jo krenar që jeton këtu. Të komunës së Studeniçanit, të nderuar qytetarë të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Sot jemi këtu për të paraqitur para jush programin ton për 4 vitet e ardhshme, për të ndarë vizionin ton për të ardhmen dhe për të treguar se si e imagjinojmë komunën ton. Një komunë që punon për qytetarin, që zhvillohet me drejtësi dhe që i jep dinjitet çdo fshati e çdo lagjeje. Misioni im është të udhëheq me përgjegjësi, transparencë dhe përkushtim, duke i kthyer qytetarëve besimin në institucionet komunale. Dua të ndërtojmë një komunë funksionale, të drejtë dhe të ndershme, ku secili qytetar të ndihet i përfaqësuar, i respektuar dhe pjesë e vendimarrjes. Vizioni im është një komunë e bashkuar dhe e zhvilluar, ku çdo fshat dhe çdo lagje ka kushte të barabarta jetese, me rrugë të rregulluara, ujë të pijshëm, shkolla cilësore dhe mjedis të pastër. Në 1, ujë të pijshëm për çdo vend banim. Në 2, infrastrukturë moderne. Në 3, mjedisi i pastër dhe i shëndetshëm. Në 4, arsim cilësor. Në 5, kulturë dhe sport. Në 6, mbrojtje sociale. Në 7, bujqësi e përkrahur. Dhe në 8, zhvillim ekonomik dhe turizëm rural, si dhe e fundit qeverisje dhe transparencë, do të jemi të hapur, të përgjegjshëm dhe llogaridhënës, sepse pushteti është shërbim, jo privilegj. Vlen prezantoi platformën e përgjithshme për zgjedhjet lokale 2025-2029. Kjo platformë, sipas dhënësit të shtabit qendror të Vlenit, Driton Sulejmani, do të ketë 7 pika. Pika e parë, komuna me dyert të hapura. E dyta, komuna e zhvillimit ekonomik lokal. Pika e tretë, komuna e gjelbër dhe e pastër. E katërta, komuna e dijes dhe arsimit modern. E pesta, komuna e kulturës, sportit dhe rinis. E gjashta, komuna sociale dhe humane. Dhe pika e shtatë, komuna e sigurt dhe organizuar. Numri 7, theksoi Sulejmani, nuk është vetëm një numër në flet votim. Është simbol i javës son politike, siç tha ai, 7 ditë pune, 7 angazhime, 7 hapa drejt ndryshimit. E hëna është dita e punës për komuna që do të ndërtojmë me duar të pastra. E marta është dita e fjalës për besimin që do ta mbajmë me qytetarin. E mërkura është dita e shpresës për të rinjët që nuk duan të ikin më. E enjta është dita e dijes për shkollat, qerdhet dhe librin që do t'i ngrejmë lart.
E premta është dita e kulturës për artin, traditën dhe shpirtin tonë. E shtuna është dita e gjelbrimit për lumin e pastër, për tokën dhe për ajrin e shëndetshëm. E diela, dita e fundit është dita e fitores, dita e 19 tetorit, dita kur qytetarët do të flasin me një zë. Lidhja e Demokratëve të Pavle Trajanovit ka bërë me dije se ka cikël zgjedhor në komunin Konqë do të garojë me lista të veçanta për këshilltar. Trajanovu bëri thirrje qytetarëve që më 19 tetor të votojnë numri 19 Jonqe Zdravev, bardhësin e listës së këshilltarëve të Lidhjes Demokrate. Nëse punohet me nder dhe përkushtim, Konqë mund të bëhet komunë moderne dhe ndër më të bukurat. Pyet, ujrat, liçeni Mantovës dhe lartësia ideale janë para kushtet e shkëlqyera për zhvillimin e turizmit, bujqësisë dhe blegtorisë, janë shprehur nga kjo parti. Gjithashtu shtojnë se vetëm një kujdes dhe udhëzim më i madh për kompani që të investojnë në kapacitetet përpunuese, janë garanci se të rinj do të qëndrojnë në këtë rajon të bukur. Trajanov ka premtuar bashkëpunim me të gjithë këshilltarët dhe shton se dera është e hapur për të gjithë qytetarët. Komiteti Helsinkit ka dënuar përhapjen e gjuhës së urrëties nga kandidatët dhe partitë politike gjatë fushatës zgjedhore. Ata thonë se Komiteti Helsinkit për të drejtat e njeriut po ndjek me shqetësim intensifikimin e gjuhës së urrëties në hapësirën publike dhe në rrjetet sociale në periudhën para zgjedhjeve lokale në RMV dhe se fushatat politike dhe paraqitjet publike duhet të bazohen në ide, argumente dhe respekt për diversitetin dhe jo në mesazhe që ndisin përçarje, intolerancë ose dhunë. Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njeriut ka reaguar ashpër për përhapjen e gjuhës së urrëties nga pjesëmarrësit politik në kuadër të fushatës zgjedhore. Nga atje u bëjnë thirrje të gjithë pjesëmarrësve politik që ta kundërshtojnë këtë fenomen dhe të mbështesin kulturën e tolerancës, dialogut dhe respektit për diversitetin. Gjuha e urrëties nuk është shprehje e të drejtës demokratike për lirinë e fjalës. Ajo përbën një kërcënim serioz për të drejtat e njeriut, kohezionin shoqëror dhe procesin demokratik. Tendenca e pjesëmarrësve politik dhe figurave publike për të përdorur ose toleruar këtë lloj retorike për mobilizim politik, e cila nxit drejt për drejt tensione midis komuniteteve të ndryshme, është veçanërisht alarmante. Ata i referohen edhe kandidatëve gra për kryetare komune dhe këshilltare, të cilat sipas tyre përballen me sfida serioze sociale dhe siç thon ata, me spikatura prej të cilave është gjuha e urrëties dhe dhuna me bazë gjinore në hapësirat publike dhe në rrjetet sociale. Kandidatet gra shumë më shpesh se sa burrat janë cak i komenteve seksiste dhe përçmuese, fyerjeve dhe sulmeve në baza personale, në vend që të bazohen në pikpamjet ose programet e tyre politike. Kjo krijon një atmosferë frike dhe demotivimi, e cila i dekurajon drejt për drejt gratë të kandidojnë për poste dhe të marrin pjesë aktive në jetën politike. Komiteti i Helsinkit u bën thirrje partive politike dhe kandidatëve të përmbahen nga çdo formë gjuhës së urrëties dhe të promovojnë një fushatë zgjedhore të drejtë dhe dinjitoze. Përfaqësuesit e Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore patën takim me kreun e VMRO-s Kristian Mickovskin dhe me kandidatët e VMRO-s për kryetar komunash. Në takim është biseduar për problemet me rrugën në zonën industriale në Vizbek dhe zhvillimin e zonës ekonomike në Saraj. Pas takimit me Venko Filipçen, kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, Nuhi Aliu në prag të zgjedhjeve lokale, ka pritur në takim edhe kreun e VMRO-DPMN-s, njëherët kryeministrin Kristian Mickovski, i cili në këtë takim erdhi me pjesën më të madhe të kandidatëve për kryetar komunash. Në takim, siç njoftoi Aliu, është biseduar për kërkesat e Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, respektivisht për problemet me rrugën në zonën industriale në Vizbek, zhvillimin e zonës ekonomike në Saraj dhe problemeve lokale me të cilat janë ballafaquar ndër vite bizneset. U bë fjalë për zonën industriale të Sarajit, e cila është në zhvillim të hovshëm, për zonën industriale të Vizbegut,
për nivel qytetit, çfarë situate kemi dhe çfarë gjendje kemi, gjendje katastrofale si e dini edhe ju vetë. Për kreun e VMRO-s, ankesat e bizneseve në këtë zonë janë të arsyeshme sepse janë lënë sipas tij në harres. Mickovski tha se kjo zonë ka ndikim të rëndësishëm në rritjen e përgjithshme të brutoprodhimit vendor. I mislim дека имавме наистина една искрена плодна дебата. Kishim debat të frytshëm, debat që bazoi në kërkesa dhe shembuj konkret për probleme që duhen zgjidhur dhe kjo është shumë e rëndësishme. Me të drejtë reagojnë biznesmenët nga kjo zonë, sepse e shihnin se në çfarë gjendje është e lidhja me ta. Qarkoria në lagjën Mumin Potok ka mbetur askund, kurse pjesëmarrja e kësaj zone në rritje të brutoprodhimit vendor të përgjithshëm të vendit është i konsiderueshëm. Ndryshe, kërkesa më konkrete e odës ekonomike të Maqedonisë Vere Perëndimore është rregullimi i rrugës që lidh zonën industriale të Vizbekut me pjesën e ngelur të qytetit dhe me pikën kufitare në Blac, për të cilën premtime për rregullim kanë marrë për më shumë se 10 vite. Këto tema, veç me kreun e opozitës dhe të qeverisë, kreu i odës ekonomike të Maqedonisë Vere Perëndimore pritet të diskutojë edhe me partitë dhe koalicionet shqiptare, të cilat pritet të takojë së shpejti. Bokit 13 dhe të akuzuarve të tjerë në rastin lidhje ndërkombëtare u është përgjysmuar dënimi. Në gjykimin e përsëritur, i akuzuari Bojan Jovanovski është shpallur sërish fajtor për mashtrim dhe larje parash, por dënimi është ulur nga 9 në 5 vite burg. Bojan Jovanovski të Bokit 13 ju përgjysmua dënimin në rastin lidhje ndërkombëtare. Përgjysmim dënimesh ka dhe për të akuzuarit e tjerë në këtë rast gjyqësor, në vendimin pas përsëritjes së procesit. Rasti lidhje ndërkombëtare që mori ehon të madhe në opinionin jo vetëm vendas, ka të bëjë me aktivitet organizuar kriminal të lidhur me mashtrim dhe pastrim parash, përmes organizatës jo qeveritare lidhje ndërkombëtare të udhëhequr nga Bojan Jovanovski. Akuza kishte të bënte me abuzime financiare ku fondet ishin mbledhur nga individ dhe persona juridik nën pretekstin e ndërtimit të azileve të pleqjeve dhe projekteve sociale. Në gjykimin e përsëritur, i akuzuari Bojan Jovanovski është shpallur sërish fajtor për mashtrim dhe larje parash, por këtë herë është dënuar me më pak vite burg, nga 9 vite në procesin gjyqësor para prak në 5 vite burg. Të dyshuarit e tjerë, Jasna Ercegović u dënua me 2 vite burg për larje parash. Kristina Blazhevska është dënuar me 1 vit burg për larje parash, të cilin dënim nuk do ta vuajë nëse brinda 3 vitesh nuk kryen vepër të re penale. Mile Jovanovski është dënuar me dënim me kusht prej 1 viti e 6 muaj për larje parash, me të njëjtin kusht nëse nuk kryen vepër të re penale. Subjekti juridik lidhja ndërkombëtare është dënuar me dënim me para prej 1 milion denar. Në vendimin gjyqësor të shqiptuar më 7 prill 2022, gjykata penale Bokin 13 e kishte dënuar me 9 vite burg, Ercegovićin me 4 vite burg, Blazhevskan me 1 vit burg dhe Jovanovskin me 2 vite burg me kusht. Atëherë ish deputetja e LSDM-s Frosina Remenski dhe Kristina Blazhevska u liruan nga vepra penale mashtrim, kurse subjekti juridik u dënua njësoj me 1 milion denar. Në prill të vitit 2024, vendimi i gjykatës penale u shfrytëzua nga apeli pas ankesave të akuzuarve dhe u soll vendim për përsëritje të procesit gjyqësor. Ish drejtori i klinikës së neurologjisë Igor Kuzmanovski, i cili u shfaq në një video duke bërë gati dozën e kokainës, nuk ka pas licencë pune që nga gjysma e marsit. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu tha se është formuar komision dhe se po zhvillohet mbikëqyrje inspektuese. Ish drejtori i klinikës së neurologjisë Igor Kuzmanovski, për të cilin të premte në media, u shfaqën pamje duke shfrytzuar lëndë narkotike. Aktualisht nuk posedon licencë pune aktive, pasi afati i saj i ka skaduar më 15 mars të këtij viti. Ndërkohë ai ka paraqitur kërkesë për vazhdimin e saj, ka njoftuar sot nga Oda e Mjekëve. Doktori Igor Kuzmanovski aktualisht nuk ka licencë pune aktive, pasi vlefshmëria e saj skadoi më 15 mars 2025. Ai ka paraqitur një kërkesë për vazhdimin e saj dhe Oda po shqyrton të gjitha aspektet që e lidhen me zhvillimet e fundit, po mblidhet dokumentacioni dhe informacioni nga institucionet kompetente, pas së cilës publiku do të informohet për masat që do të merren. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu i pyetur për këtë në preskonferencën e sotme, tha se është informuar se Kuzmanovski nuk kishte licencë, por theksoi se duke pasur parasysh se Oda e Mjekëve i lëshon ato licenca, do të presi një vendim prej tyre.
I pyetur sa ka trajtuar pacient gjatë gjithë periudhës që nuk ka pasur licencë, Aliu tha se është formuar komision dhe se po zhvillohet mbikëqyrje inspektuese. Po, jam informuar se Kuzmanovski nuk ka pasur licencë. Jemi duke i zhvilluar mbikëqyrjet inspektuese. Si ministër duhet të dalë parajyshe me informacionet të verifikuara. Prandaj dua një raport. Do të verifikohen se çfarë lloj shërbime shëndetësore dhe pune me pacientët ka pasur dhe pastaj do t'ju japim informacione. Aliu njoftoi se në vend të Kuzmanovskit, sot drejtori i klinikës së neurologjisë është emëruar Jovan Bozhinovski. Sipas rezultateve të KQZ-s, 21 komuna në Kosovë kanë zgjedhur kryetarin që në rrethin e parë, ndërsa 17 kanë shkuar në balotazh. DBV dhe PDK kanë fituar nga 3 komuna, LDK 2, AAK dhe Nisma nga 1 komunë, ndërsa Lisa Serbe ka fituar 9 komuna. Kryeministri në detyrë Albin Kurti, njëherësh kryetari i lëvizjes vetëvendosje, duke folur për procesin zgjedhor, tha se raportimet e djeshme për komunën e Mitrovicës së Jugut lidhur me rezultatet në zgjedhje do të hetohen. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur rezultatet preliminare të rrethit të parë të zgjedhjeve lokale që u mbajtën më 12 tetor në Kosovë. Sipas këtyre rezultateve, 21 komuna kanë zgjedhur në rrethin e parë kryetaret përkatës, ndërsa në 17 komuna tjera do të shkojnë në balotazh i përcaktuar të mbahet më 9 nëntor. Lëvizja vetëvendosje ka fituar pa balotazh në 3 komuna, Podujev, Kamenice dhe Shtime. Partia Demokratike e Kosovës ka fituar në 3 komuna, Ferizaj, Skenderaj dhe Hani Elezit, ndërsa në 6 komuna ajo është e para ose e dyta ku fituesi do të vendosen në balotazh. Lidhja Demokratike e Kosovës ka fituar pa balotazh në 2 komuna, Istok dhe Lipjan, ndërsa 9 kandidat të kësaj partie do të garojnë përsëri në balotazh. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma kanë fituar nga 1 komunë, sikurse Ramiz Ladrovci me listën e tij fitoi në komunën e Drenasit, e po ashtu edhe Partia Demokratike Turke e Kosovës ka fituar komunën e Mamushës. Lista serbe ka fituar 9 komuna pa nevojë për të shkuar në balotazh, ndërsa në komunën e Kllokotit ajo do të jetë garuese edhe në balotazh. Ndërkaq kryeministri në detyrë Albin Kurti, njëherësh kryetari i lëvizjes vetëvendosje në konferencën e sotme për media, tha se pas numërimit të votave të diasporës, presin të fitojnë pa balotazh edhe komunën e Gjilanit. Duke folur për procesin e djeshëm zgjedhor, ai tha se raportimet e djeshme për komunën e Mitrovicës së Jugut lidhur me rezultatet në zgjedhje do të hetohen dhe ftoi organet e sigurisë dhe të drejtësisë të merren me këtë çështje. Nuk bëhet fjalë vetëm për një huqje, por për një inxhiniering të paramenduar për ndërhyrje flagrante në procesin zgjedhor. Exit pollet e prezantuara gabimisht me 16 pikë të përqindjes, dallim e më tepër se aq nga më shumë se një organizat dhe për të njëjtën komunë dhe postimi i lajmeve të rreme se kush ishte fituesi ende pa u mbyllur vendvotimet nuk janë thjesht një huqje. Kjo është cenim i demokracisë, i zgjedhjeve të lira dhe integritetit e i sigurisë të shtetit tonë. I pyetur për mundësitë e bashkëpunimit me partitë e tjera në balotazh, Kurti ka thënë se do të bëjnë analizë të hollësishme për rezultatin zgjedhor e më pas të bëjnë plane. Lëvizja palestineze e rezistencës Hamas ka liruar 13 pengje izraelite Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq në pikën e 2 të dorëzimit në Gaza, sipas marrëveshjes armpushimit dhe shkëmbimit të pengjeve. Me dorëzimin e 13 pengjeve izraelite nga Hamasi te Kryqi i Kuq, theksohet se janë liruar të gjitha 20 pengjet izraelite të gjallë në rripin e Gazës. Ushtria izraelite njoftoi se të burgosurit ishin marrë në dorëzim nga Kryqi i Kuq dhe kishin kaluar kufirin. Ndërkohë Izraeli liroi 88 të burgosur palestinez të dënuar me burgim të përjetshëm si pjesë e fazës së parë të marrëveshjes së armpushimit në Gaza.
Ndërkohë, OKB-ja raportoi përparim të rëndësishëm në operacionet humanitare në të gjithë rripin e Gazës, duke thënë se zgjerimi i saj humanitar në Gaza është në vazhdim me sipër dhe sot solli një përparim të vërtetë. Për herë të parë që nga marsi në enklav hyri gazi për gatim, tha zyra e OKB-s. Shikues të nderuar, këtu është fundi i lajmeve. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Mirupafshim.